Libraria Nobel Tetov ju sjellë romane që të mësojnë shumë për kuptimin e jetës, moralin dhe shpirtin njerëzor. Siddhartha nga Hermann Hesse, një udhëtim shpirtëror drejt ndriçimit dhe vetkuptimit. Siddhartha kërkon kuptimin e jetës, jo përmes dogmave, por përmes përvojës, dhimbjes dhe dashurisë. Libri të mëson se paqja nuk gjendet jashtë, por brenda vetes. Kështjella nga Franz Kafka, një metaforë e fuqishme për absurditetin e jetës dhe kërkimin e kuptimit në një botë të pakuptimit. Zorba nga Nikos Kazantzakis. Zorba është njeriu që jeton çdo ditë me gjithë shpirt, pa frikë, pa pendim. Libri të mëson të shijosh jetën, të mos e analizosh temase, por ta jetosh me gjithë forcën e zemrës. Të vrasësh zogun për qeshës, Harper Lee. Një histori që flet për pafajësinë, racizmin dhe ndershmërinë në një botë të padrejtë. Përmes syve të një vajze të vogël, shohim si rritet njeriu përballë paragjykimeve. Një libër që të mëson ndjeshmërinë, drejtësinë dhe forcën për qëndruar i drejtë edhe kur të gjithë të tjerët nuk janë. Vëllezërit Karamazov, Dostojevski, një roman i madh për moralin, besimin, fajin dhe dashurinë njerëzore. Tre vëllezërit Karamazov përfaqësojnë tre anë të shpirtit: arsyen, pasionin dhe shpirtshmërinë. Një udhëtim i thellë filozofik dhe shpirtëror. Për të porositur këto libra, mjafton të kontaktoni në 070 304 894 ose në rrjetet sociale të Librarisë Nobel në Instagram dhe Facebook. Libraria Nobel ju sjell librat drejt në adresën tuaj kudo që keni shtëpi.